Çfarë mendoni për shqiptarët e sotëm që janë në Venecia? Sa janë ata? Keni ndonjë shifër për në Venecia dhe në Veneto në përgjithësi? Më lejoj të bëj një parantezë për sa i përket Lucianadinit. Unë kam fatin dhe nderin që të jem mik me të personal, e njoh prej shumë vitesh, dhe aktualisht një ndër restorantet në Rialto është 5 minuta larg shtëpisë së saj, kështu që kemi më shumë raste takohemi, flasim. Dhe ajo insiston unë shumë të kaq, limitet e mia, na mosha, po dua të theksoj që në arkivat e Venecias kemi një material të jashtëzakonshëm për sa i përket jo vetëm shqiptarëve të Venecias, por edhe lidhjet politike strategjike që ka pasur Venecia me Shqipërinë, të gjitha ato vepra, arte që akoma nuk dihen. Lucia insiston dhe thotë që unë me shumë sakrificë dhe me shumë mundim kam arritur të zbuloj vetëm 10% të asaj çfarë kanë bërë shqiptarët e Venecias. Dhe diferenca ndërmjet emigrimit shqiptar me emigrimin e arbëreshve është se politikat e Serenissimës në atë kohë ishin shumë të ashpra, ato nuk ishin politika integrimi, ishin politika asimilimi, ku shqiptarët asimiloheshin komplet, domethënë në kontekstin venecian, kurse arbëreshët krijuan ato getot, rezistuan ndaj kësaj politike, edhe pse gjetën një politik, një kontekst jo kaq të ashpër sa Serenissima dhe Doge, dhe sot ata kanë arritur që të ruajnë gjuhën, identitetin e tyre. Sot ka shumë venecian edhe në mbiemra që kanë preardhje shqiptare, po ata nuk i dinë. Dhe unë mendoj se ne duhet të punojmë që arkivat, materialet që janë arkivat e Venecias duhet të nxiren nga studiues serioz, po edhe nga shumë studentë që studiojnë Venecë ose në universitetet e Shqipërisë. Ky është një dimension dramatik, një mision që ne duhet të bëjmë. Një mision që ne duhet ta kryejmë, është amaneti i të parëve tanë dhe është ajo e padrejtësi që na është bërë ne nga historia, sidomos pas luftës dytë botërore. Në 50 vjet ne kemi qenë të izoluar dhe këtu na janë mohuar shumë të drejta, shumë prestigje që shqiptarët kanë bërë vetëm në Venecë, por në gjithë botën. Dhe ne duhet të rikthejmë historinë, duhet ta rishkruajmë historinë. Kjo që thua lidhet në fakt me një nga tmetat e gjithë qeverisive që kanë ardhur në Shqipëri, që nuk kanë investuar në financimin e veprimtarisë kërkimore, qoftë në arkivat e Venecias, apo qoftë në ato të Vatikanit, ku gjuha është latinishtja. Pra në fakultetet tona nuk po mësohet më latinisht dikur, nuk ka më latinolog. Dhe kjo e bën Lucianadinin që tjetë nga ato mohikanët e fundit dhe vetëm apo profesor Plum Gjufin që është nga kërkuesit e famshëm të mesjetës son, nga figurat më të mëdha të medievaliste të shkencës son, por doja të trajtoja para se të mbyllim këtë dritare shumë bukur që hapëm dhe që lidhi Skarpari me Venecian, diçka për komunitetin shqiptar sotëm, pra për rrethimin e dytë të Venecias. Çfarë janë shqiptarët e sotëm? Sa janë ata? Me çfarë merren? Nëse mund të na thuash diçka në një shpjegim të shpejtë. Po, kemi 3 emigracione, kemi emigracionin e viteve 90, përgjithsisht janë të integruar në fushat e turizmit, restoranteve, ndërtimit. Pastaj kemi integrimin. Sa restorante kanë shqiptarët aty? Nëse mund të kanë aktualisht numrin e saktë nuk e di, po mund të jemi rreth 180-100, ky është margjini. Flas për Bashkinë e Venecias. Po 100 në sa restorante? Po kalojnë statusin nga punëtorë që kanë qenë dhe tani po arrin edhe po administrojnë, po blejnë bizneset me aftësitë e tyre dhe me vërtet po tregojnë që janë shumë imprenditorë të suksesshëm. Vala e dytë the? Vala e dytë është e viteve 2000. Dhe kjo përgjithsisht ishte pjesa e shqiptarëve që vinin për studime
flas në Venecë, por edhe gjithë Italinë, edhe me ligjin e ri Bossi-Finit, pasi u amnistuan shumë që ishin pa dokumenta, është edhe pjesa e bashkimeve familjare. Pjesa e dytë, domethënë, ka më shumë një emigracion më cilësor, dhe këta, domethënë, janë të integruar jo vetëm në kontekstin e punës, po edhe në kontekstin social politik. Kjo është. Kurse faza e tretë janë fazat që janë në vitet e fundit, sa që veta është janë, proces fiziologjik. Sa janë, domethënë me shtetësi, pa shtetësi italiane? Sa veta janë? Në Venecës jemi 2600, kurse në provincën e Venecës janë rreth 44 bashki, jemi tek 7000. Po në gjithë Veneton, sa shqiptar ka? Në Veneto jemi 34.000. 34.000. Dhe me shtetësi italiane? Me dhe pa në shtetësi italiane. Pra ju jeni një faktor i rëndësishëm elektoral, qoftë për Shqipërinë, ku mund të zgjidhni një deputet ose 2 deputet, dhe po ashtu dhe për provincat vogla në Itali, ku shqiptarët mund të jenë përcaktuar për fitoren e një krahu apo të një krahu tjetër, apo jo? Për sa i përket politikës shqiptare, nuk e di se sa mund të influencojë, se duhet parë edhe numri i regjistrimit të shqiptarëve që janë bërë deri në 4-5 mars. Nuk e di ide. Nuk e ide. Kurse për sa i përket politikës italiane, unë mendoj se kushdo që kandidon, pretendon të bëhet të çojë përpara një kauzë politike apo të kërkojë përfaqësimin në politikë, për mendimin tim duhet të kërkojë votat e të gjithëve. Nuk funksionon sot për sot, se ne jemi në 2025-ën, tani ajo narracionja e emigrantit që ka ardhur, ishte integruar dhe që ai përfaqëson komunitetin e tij, për mendimin tim është e vjetër, nuk funksionon. Kjo funksiononte në vitet 2010-2011, ku kemi, domethënë, ndër të parët që ka qenë deputetja, pastaj bë ministre Cecil Kyeng, pastaj më mbrapa kemi edhe një senator të Legës, po kjo nuk funksionon më. Kushdo, domethënë, emigrant apo jo emigrant, që pretendon të përfaqësojë, të jetë përfaqësues i një kauze, duhet të punojë për një temë të caktuar, për një politikë të caktuar dhe të kërkojë votat për këtë temë, për këtë kauzë. Dhe natyrisht normale që këtu edhe shqiptarët nëse ata ndihen të përfaqësuar, mund të votojnë edhe shqiptarin e tyre. Po edhe ne shqiptarët në vitet e fundit kemi arritur që ne të integrohemi plotësisht, jo se ne jemi shumë krenar për origjinën tonë, po përfaqësohemi në komunitetin lokal për atë çfarë ne bëjmë, për atë çfarë ne përfaqësohemi. Emiliano është restauratori, Arbeni është Emiliano, ma thuaj edhe këtë, se koha është mbyllur, pothuajse, po ma thuaj në 1 minutë projektin tënd më të fundit, cilit do kemi mundësit edhe t'i kthehemi për kinematografinë. Do në qatë termash për masat e këtij projekti, për masat financiare apo për masat e tjera? Kam rreth 2 vjet që punoj për realizimin e këtij projekti, është një projekt shumë ambicios. Duam që të realizojmë një pol kinematografik në ishullin e Lidos Venecës, sepse atje zhvillohet edhe festivali i filmit, është i dyti për nga rëndësia pas Hollywoodit, por është edhe më i vjetri në botë, dhe aty ka një kontekst, pasi gjithë ishulli i Lidos transformohet në ishullin e kinemas. Përveç kësaj, ne do ndërtojmë, jemi në fazë realizimi edhe të një akademie, ku studentët të formohen jo vetëm në shkencat kinematografike, aktrim, regjizim, po edhe në majstranca, pasi ka shumë mungesa në këtë fushë, dhe është gjithë i ndoto i ekonomisë, dhe përveç saj ne do krijojmë edhe hapësira ku të rinj venecian do vinë për të shfrytzuar aftësitë e tyre për krijimin e startupeve, bizneseve në fushën e inovacionit digjitalit, sepse Venecia në vitet e fundit jeton vetëm me monokulturën turistike, dhe kjo është një problem, sepse po ndikon në shpopullimin e Venecias dhe duhen që të ndërmerren aksione konkrete kundra këtij degradimi, sepse kjo vërtet që turizmi është një risors shumë e rëndësishme për qytetin tonë, ne jetojmë atë, por në të njëjtën kohë turizmi po shpërfytyron Venecien, një qytet pa rezidentë e saj, domethënë një qytet pa shpirt, pa identitet, dhe duhet që neve ta konvertojmë këtë, pas 30 vjetëve vetëm propaganda, propozime, u vlerësova në komuniteti venecian, po edhe në nivel kombëtar, si një person që
operoj me një veprim konkret. Unë jam duke punuar me projektimin, me realizimin e saj, kam paraqitur projektin në ministrit përkatëse, bëm edhe një audicion në Komisionin e 9 të Senatit, që është kompetent për këtë, me presidentin e komisionit, dhe deri tash kemi inpute shumë pozitive, kemi si ministrit, qeverinë italiane edhe Senatin, me ligjin e ri që është në aprovim për të mbështetur financiarisht. Është një projekt shumë ambicioz dhe duke pasur mbështetjen e qeverisë, kjo mund të transformohet në një opera publika dhe po me të vërtet po ndjej kënaqësi dhe mi sepse po vlerësohem dhe jo po krijon edhe një konsensus politik, po vlerësohet jo vetëm nga shoqatat, nga gjitha realitetet që operojnë në fushën e kulturës, ndërmarrjeve kreative edhe të kinematografisë, po kjo po vlerësohet shumë edhe nga të gjithë qytetarët venecian, edhe në kronikën e lajmeve u vlerësua si opera e dytë e rëndësishme e Venecias pas industrializimit të Venecës në zonën e Margherës. Dhe shpresoj që të kemi edhe një mirënjohje politike në të ardhmen. Unë të falenderoj, kaq ishte hapësira për këtë urë të rëndësishme kulturore, humane, që lidh Tomorricën, Skarparin, Malor me Venecian detare. Ishte kënaqësi, përshëndetje gjithë sukseset, urimet më të mira për suksesen në këtë veprimtari që do ta nderoj edhe Venecian edhe Skarpari. Përshëndetje të gjithë familjes tënde. E falenderoj edhe profesor Hajriun që na ofroi dëshmi për origjinën e këtij suksesi. Natën e mirë dhe miropafshim, Emiliano. Ju falenderoj, natën e mirë. Faleminderit. Do kalojmë në pjesën e dytë që do të na çojë tek shqiptarët e inteligjencës artificiale. Do të kemi një të ftuar shumë interesant, Ravik Mimën, dhe do të flasim për atë mundësitë që kanë shqiptarët në këtë fushë veprimi të shekullit të 21.